Burgjet hapën dyert dhe 541 të burgosur lanë qelit menjëherë si përfitues të amnistisë penale, nga e cila 869 të dënuar të tjerë siguruan ulje dënimi. 2163 persona shuarje të shërbimit të provës dhe 2914 të tjerë ulje të periudhës së masës. Mes të liruarve janë edhe 11 gra dhe një i mitur, ndërsa 8 gra dhe një tjetër i mitur përfitojnë ulje dënimi. Sipas të dhënave nga institucionet penitenciare, numri më i lartë të liruarve është nga burgu i Lushnjës me 127 persona, pasuar nga Fieri me 104 të liruar. Por një i sapo liruar nga qelia tha se e shet të vështirë jetesën pas daljes nga burgu. Se mund të rikthehen prapë. Njerëzit pa përkraja që jetojnë dot pa shkaru ligjin. A bën vaki njeriu të mësohet mos mbijetoj? Nga burgu i Reçit u liruar 101 të dënuar si përfitues të amnistisë, një prej të cilëve tha se kishte nxjerrë mësime nga koha në burg. Nga bo mirë se më thonë drejt tani, Shqipëri nuk rjet. Por një tjetër kishte kritika për sistemin. Na hom në fukaret, kurse të tjerë se hon. Nga burgu i Rogozhinës u liruan 94 të dënuar, në Korçë 60 dhe në Tiranë ishin 6 të burgosur që lanë qelit. Pranë institucioneve të vuajtjes së dënimeve nuk munguan as emocionet e nënave që përshafuan fëmijët tashmë të lirë. Zbatimi i amnistisë penale sipas Ministrisë së Drejtësisë sjell uljen e ngarkesës në institucionet e vuajtjes së dënimit dhe të krijojë kushte më të mira për trajtimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e personave të dënuar.